Nacionalizmi sërbështitiv që nuk e pranon. Në politikë, okej, po është në jetë thuaj. Unë po thëmë në politikë, të shi se njetë dhe parë gjingjicin. Po nuk është era parë që në Sërbë të vrasin kryeministra, ministra, tjere. Ata vranë kryeministrin. Ajo shoqëri që vret kryeministrin, pse është pro-perëndimor? Mirë, pra. Ne duhet jemi tepër të kujdes. Tani, vinte, se kur themi Kosova, ne themi gjithë shqiptarët, nuk e ndajmë dot shqiptarët e Kosovës. është gabim shumë me nda. Tani, këtu jemi me duar për pjetë, se deri dje thoshim në mbron NATO. Me këtë që thatë ju, është shumë e frikshme dhe këtë pyetje unë po ja drejtoj ministrit të mbrojtjes. Lidhur me atë që thoni ju tash që Masku kërkoi apo u shpreh për largimin e Amerikës nga NATO, për mendimin tim, pavarësisht se edhe mund të tërhiqet Amerika, NATO nuk shpërbahet. Nuk shpërbahet. Mendimi im. Sepse? Pse? Sepse kjo apo veprimet e Trumpit e kanë po shkojnë drejt unifikimit të Evropës. E ka një të mirë, dhe më thë. Çdo keqe ka dhe një të mirë. Do më dhënë është ajo që tha Zoti Rama që... Nuk nëlte. E zgjoj Evropën. Zoti Rama e tha me shumë diplomaci, edhe mori me të mirë Trumpin edhe Evropën. Tashti... Me të mirë të marri, se me të keqe mori njëra i me të keqe, tha, mos e zot, tha. Një pa unë po thë me diplomaci. Kjo, Evropë, sot, është më bashkume se sa ishte para 6 muajsh. Apo para 3 vjeç. Mjafton kjo? Ja, nuk mjafton, sepse akoma zërat janë, qa thuhet sot nuk thuhet nesër. I besoni Evropës? Shiko, për ne, shqiptarët, unë kujtoj gjithmonë një 2 vargjet, apo 4 vargjet, patërgjësht fishtës, që ka thonë, hej Evropë, e kurva motit, që era e mohit besë Zotit. Me da tokat e Shqipnis për me knaq klysht e Rusisë. Këto janë vargje... Pra janë pare 100 sa vjeç. Dhe historikisht, Evropa kështu ka vepru. Deri të qëndrimi në i Kosovës, kote e fundit. Qa ishte? Ministri jashtëm i Spanjës nuk e njifte Kosovën, ministri jashtëm i Slovakisë nuk e njifte Kosovën, nërmjetësa për bisedim. Qa ishte kjo? Që këtu Evropa e të regon të vetën që është ajo Evropa. Ajo që thoshte gjithfishta. Edhe sa vjetë ka që zvarriten edhe kështu edhe ashtu. Edhe banë marveshtë edhe zbanë. U banë marveshtë e fundit e Ohrit. Serbia nuk e pranoj, nuk e firmosi. Shumë e drejtë. Qa janë këta? Atere, Zoti Vukaj, ne shpëtimin e Flasim haptas, pa dëresa. Jo, ma hapur mo. Ne, Zoti Vukaj, shpëtimin gjithmonë e kemi parë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në momentet më delikate të kombit shqiptar, ne zgjidhja pro shqiptarve ka ardhur vetëm nga matan Atlantikut. Kam parasysh këtu në 1919-20 në konferencën e paqes në Paris, kam parasysh këtu në 1990 me rrëzimin e regjimit komunist, dhe zgjidhjen e çështjes Kosovës. Tani neve me këtë Evropën e përkufizuar nga fishta, si i bie tani? Edhe një herë, shiko, ju përmend Amerikanët apo Wilsoni ka merit jashtëzakonshme për Shqipërinë e sotme. Kohën kur përgatiteshin, kur marrëveshja e Londrës e 1915 kishte parashiku ndarjen e Shqipërisë. Titoni Venizelos. Wilsoni në doli zot. Shiko, se ne Lenin ishte i pari që e publikoj marrëveshjen sekrete. Nëse përmendim më. Nuk e kam vërtetuar këtë. Është e vërtetuar, është në dokumentet i sigurt. Është çike sforcuar. Nuk është fare sforcuar. Sepse s'del Lenini atje. Gazeta Pravda mos gaboj? Nes, nuk s'pohim në ato. Jo, në atë kohë ne nuk përmendim Wilsonin për turpin tonë. Tani s'përmendim Lenini. Sa e bukur kjo.
Tash Wilsoni po vete Amerika. Jo, nëse e ka bërë Lenini, okej, po s'më rezulton. Është dokumentat e... Po jo, është botuar një gazet, kaq. Edhe një herë, është botuar një gazet, po nejse. Po të hapish letrat e asaj kohë, kështu është. Jo, e kam qenë shumë i vëmendshëm me këtë, e kam parë me shumë Dakord, vëmendje. në rregull, dakord. Ti mund të thush tjetrën, po, mund të kritikosh Leninin që në 1913-ën, në krimet e llathashme që kanë bërë Serb ndaj shqiptarëve në luftën po quaj ballkanike, Lenini i delte zot gjithmonë slavëve. Dhe nuk përmend asnjëherë krimet që janë bërë në shqiptarëve. Mund të përmend, nejse, nuk hym në ato. Tani vim te këto. Amerika. Edhe kur amerikanët kërkonin me çdo kusht me përmys qeverinë komuniste të Enver Hoxhës, përgatisnin grupe diversioniste etj, por ja kishin bërë qartë edhe Greqisë, edhe Jugosllavisë që nuk ka ndarje të Shqipërisë. Shqipëria do të metet në kufit që është sot. Këta janë dokumente që janë botu kohë të fundit. Këta janë dokumente botu me kohë të fundit. Pra do të ngeli Shqipëria të ku është. Pra na ka dalë zot edhe atëherë si shtet. Ma vonë, pra në çështjen e Kosovës, pavarësisht shpeshherë mohohet roli i UÇK-s, por roli i amerikanëve dhe i Clintonit, veçanti dhe Madeleine Albrightit, janë vendimtare për shtirimin e Kosovës. Ku sigurisht roli i UÇK-s është shumë i madh. Kjo është Amerika, me pak fjalë. Kështu që gjithsesi ato dhe ne do të kemi marrëdhënie dhe duhet të kemi marrëdhënie të mira. A na ka braktisur Amerika dhe apo e zbaton Amerika premtimin e Hillary Clinton që tha kemi qenë 100 vjet me ju dhe do jemi edhe 100 vjet të tjera, sepse më kujtua një pasazh i shkurtër i të ngarkuarit me punë atë kohë në ambasadën amerikane në Tiranë, para Harrisonit ka qenë Chris Healy, i cili na tregoi madje në fesën 25 vjetorin e rivendosjes marrëdhënieve, tha, po pastroja barat, tha, te oborri ambasadës, dhe vetëm kur më thot një burr i vjetër, ma tan kangjëllave. Ma bëri me gisht, si bën me shqiptarë, a çik këtu. Kështu e kishë thënë fiks. Çfarë je ti këtu? I thash, i pari ambasadës, i thash. O, ti qenë, tha. Kam vetëm një lutje, tha. Urdhoi, thash, mohabiti, tha. Mos na braktisni, tha. Na braktisët njerë, tha, mos na braktisni. Nuk kam dëgjuar, tha, fjalë më të mençura të asnjë shqiptari tjetër, tha, sa të atij plakut, atij burri plakut. A rrezikojnë që amerikanët na braktisin, zoti Vukaj? Ja, unë kam mendimin që jo, për shumë arsye. Po? Shumë arsye. Si do që të vi puna, ne kemi një pozicion strategjik të jashtëzakonshëm. Pavarësisht që thuhet tash e që flitet, por ne zotrojmë Otranto. Një. E dyta, Amerikanë një bazë shumë të rëndësishme në Kosovë. Rruga për të baza Kosovës ka lënë për Shqipëri. Baza e Kuçovës. Pikërisht para. Tashi, ajo është e NATO-s, por unë nuk e di me hollësi. A janë kryesorët amerikanë, po më mëj që janë kryesorët amerikanë. Pra ka shumë faktor. Shumë faktor. Sepse historia është vazhdimsi. Jo, kam një mund të ketë kthesa. Një vit e gjysmë, më shumë se një vit e gjysmë, nuk ka ndodhur një në 35 vjet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasador në Tiranë. Çfarë do të thoni ka? Është e pafalshme për mua, është e pafalshme. Por është nuk e di, nuk mund të gjykoj. Mund të jenë lufte brendshme, mund të jenë probleme të tyre, nuk e di, por nuk është e mirë. Lajmi fundit, zoti Vukaj, është që David Koselançik, po ai i famshmi që ju rrezik keni qenë në Moskë me atë, nuk ka qenë ambasador në Moskë ai? Ja. Nuk ka konciduar. S'ka qenë. I pranuar dhe nga Kongresi, po jo nga Senati, është nga presidenti Trump është larguar përfundimisht dhe do emërohet një njerëz. Pikërisht ai shiko. Trumpi kudo po vendos njerëz të vet. Kudo. Që nga qeveria, miliarderët e Amerikës, kudo në ushtri, në prokurori, kudo në është punolla ajo, shiko. Dikur
dikur me ndryshimin e presidentit apo me zgjedhjen e presidentit të një partie, kanë ndryshuar rreth 20.000 njerëz. Plus minus. Nga administrata? Gjithë, flasë nga administrata. Administrata ka 2.4 milion punonjës. Një minut pra. Pra kanë dikur, flasë, vinë të njerë, i këtë tjetër, rreth 20.000 ndryshoni. Asgjë. Tani, vetëm shërbimin diplomatik që ka Amerika dikun rreth 70.000 vetë jashtë, kërkon me i ndryshu në shumicë. Çfarë do të thënë është kjo? I pa parashikush. Pa parashikush. Tani, të pyetja parë që bota. Kjo që punon sot në botë, po përmës shumë koncepte që kemi pas deri tash për demokracinë. A është demokraci kjo që punon? E apo të pyesëm ty si analist, si gazetar, si opinionist. A është demokraci kjo që punon sot? Kjo është një rëmuj. Që nuk e kemi parë dhe nuk e kemi tuar. Edhe njëherë, koncepti për rolin e individit në histori, po përmëset, pra po përmësen shumë gjana sot në botë. Jemi drejt një rendi të ri? Veçarën nuk mund tjetë kë. Ku një të vendos për gjithë shka. Nuk. Sepse gjithësësi, do të vijë një moment që edhe brenda tyre do të ketë kundërshtime. Do të vijë momenti. Po bëni një parashikim, kam përshtypjen që ky do jetë më i saktë. Edhe një herë do të ketë, sepse bjeri njëri, bjeri tjetër, bjeri stop, do vijë një moment. Kjo është historia. Dhe është vetëm fillimi. Kjo është jeta. Edhe diktatorët më të ashpër që njeh bota e kanë pas një shtab, një biro politike, një komitet qendror. Qoftë edhe formal, nërsa këtu s'ka fare. Sot lexova gazetat ruse para se marrë këtu hapa, që ka të re. Rusët shkrushin sot kështu që Trumpi u tërhoq nga dhënia e informacioneve Ukrainës. Kishte lënë dikun një grëmç. Edhe rusë me jeru tërhoq. Ato do të me justifiku dhe krimet e latashme që i bën 2 ditë e fundit, mas asaj që tha Trumpi. Por, sot e kishin gazetat ruse. Pra, qatë në gjëjmë sot nuk në gjëjmë nesër, jetë nesër, po dhe mas 2-3 orësh. Po Shqipëria, mbrojtja jonë në gjithë të histori, se ju keni qenë ministri mbrojtjes, zoti Vukaj, çfarë